Doktor, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mentor, si kaloni? Mirë, faleminderit që brenda një dite kaq vështirë, ditësh kaq vështira për juve, gjetët kohën që t'i përgjigjesh Radio Televizion Shqiptar, emisionit tim më të ri në Shqipëri, për atë që si është situata sot në Maqedoni, veçanërisht në lidhje me ata që janë mbi jetuarit. Po, situata e djeshme, pe keni parasysh, i keni informatat, tash për tash janë 59 të vdekur, fatkeqësisht, dhe afër 170 sot bëhet numri atyre të cilët janë lënduar në tragjedinë e djeshme. Fatmirësisht në këtë fatkeqësi është asnjë prej pacientëve nuk ka ndruar jetë, prej atyre të cilët u tërhoqën prej asaj kabare apo asaj kafiterie, kështu që sistemi shëndetësor në Maqedoni arriti që ditën e djeshme të bën triazhën dhe transportin e të gjithë të përjetuarve, t'i vendos në për spitale, njërë në brendinë Maqedonisë, mendoj në Koçani dhe në Shtip, e pas asaj komplet të gjithë pacientët të tërhiqen në qendrën klinike në Shkup dhe në 2 spitalet e qytetit të Shkupit. Një pjesë e pacientëve deri sot, deri më tash, janë transportuar 77 pacientë jashtë vendit, kurse afër 80 pacientë trajtohen në spitalet e Shkupit, do me thënë në nivelin terciar shëndetësor, kurse në spitalet në brendinë e Maqedonisë, flas për spitalet më të vogla në Koçani dhe në Shtip, nuk kemi gati se asnjë pacient. Kështu që gjendja shëndetësore e të gjithë të përjetuarve tash për tash është stabile dhe jashtë rrezikut për jetë. Normalisht nënkuptohet se tek komplikimet priten sot dhe nesër të ndodhin, zakonisht edema apo e anjtmja në rrugët e frymarrjes ndodhin mbas 48 orëve deri në 72 orët e para e arrin maksimumin, kështu që mendoj se si sistem shëndetësor publik në Maqedoni deri tash ja kemi dalë dhe nuk kemi asnjë të ekzituar apo njeri që ka ndruar jetë prej atyre të cilët shpëtuan prej rastit tragjik. Po, djegjet janë të çfarë niveli, sepse nga ajo kultura jonë minimale mjekësore, përqindja e djegjes në sipërfaqen e trupit është gjithashtu një treguesi se a mund të mbijetojë apo jo një i djegur, pra, një i mbijetuar. Dërmuese e djegjeve janë në nivelin apo shkallën e 2 dhe të 3, kryesisht në shkallën e 3, kështu që nënkuptohet që ka djegje të trupit, të sipërfaqes së trupit dikundi gjithsesi minimumi është mbi 10%, për këto pacientë që i kemi të shtrirë në për spitale, kështu që bëhet punë, bisedohet për dëmtime serioze të lëkurës flasë, ajo që mund të shihet, e dukshme, kurse ajo e padukshmja është në rrugët e frymarrjes, ku ka gjithashtu djegje të mukozës rrugëve të frymarrjes, dhe kemi pacient plot të cilët sot janë paraqitur, afër 20 pacient të ri, që s'kan asnjë farë dëmtimi në lëkur apo në trup, por kanë dëmtime në rrugët apo në mukozën e rrugëve të frymarrjes. Çfarë moshash janë të smurët, mbijetuar? Kryesisht të mbijetuarit janë në moshë prej 14 vite, disa 7 pacient, dhe kryesisht prej 18 deri 24-5 vite, kjo është mosha e pjesës dërmuese të atyre të cilët janë paraqitur dhe kemi të dhëna deri tash në spitalet publike të Republikës Maqedonisë Veriut. Ka qenë kryesisht Maqedonas, të etnisë Maqedonas, apo se Koçani është një vendbanim kryesisht me Maqedonas, por shqiptar nuk ka aty. Tash për tash, unë ta them të vërtetën asë që i kam kontrolu emrat, po ajo që mbije në syk në mbledhjet e shtabit të krizës, nuk kam vërej ndonjë emër shqiptari. Mendoj se kryesisht 99.9% janë Maqedonas. Po pavarësisht asaj nuk është e rëndësishme etnia në këtë moment, as që i regjistrojmë çfarë etnie i takon, po
mendoj se kryesisht janë Macedonas. Sigurisht, po ajo që është interesante me këtë mbyll për t'ju lënë juve që zhvilloni veprimtarinë tuaj normale shtetërore, ajo që bëri përshtypje ne e transmetuam, ishte insert i hyrës i emisionit ton, ishte një baba Macedonas i cili shprehte krenarin dhe thoshte që më në fund thoshte Macedonia është atë dhe ujuni përbashkët, thoshte sepse në telefonin tim unë nuk gënjej, zoti e di që unë nuk jam duke gënjur, janë mbi 50 shqiptarë të cilët më kanë marrë nga Gostivari, nga Tetova, duke qarë, duke më shprehur ngushëllimin e vet. Pra, vendi pavarësisht është i ndarë në dyja më shumë etni të mëdha, po shpreh bashkimin e vet në dhimbje, dhe kjo është tipike për edhe brenda i shtetit, po edhe për shtetet cilat kanë patur armiqësi historike, ta zëm grekët dhe turqit gjatë tërmeteve apo që prekin ato. Pra, kjo është një dukuri e veçantë e Maqedonisë sotme, apo jo? Po, kjo i solidarizon këto situata, kjo është situatë e katërt e ngjashme në Maqedoni. Para 5 vjetësh ndodhi në Gostivar, e dini, me një autobus, ku ndruan jeta për 6.000 të ri, mandej ndodhi spitali modular, gjithashtu 14 apo 15 në Tetov, pastaj ndodhi Besa Trans, një autobus me banor qytetar të Maqedonisë që u ndos në rrugë në Bullgari dhe ku humbën jetën 45 vete, tash 60. Këto momente njerëzit solidarizohen me njëri tjetrin dhe unë realisht të them jam i jashtëzakonisht kështu i befasuar nga solidarizimi të gjithë njerëzve për të ndihmuar, pavarësisht përkatësisë etnike, domethënë këtu edhe mjekët, edhe personeli tjetër shëndetësor, po edhe njerëzit të cilët afroheshin, se dje i vizitova spitalet edhe në Shtip edhe në Koçan, shoh që ka njerëz mjek, biznismena, njerëz që munden apo mundohen të ndihmojnë dhe janë prej pjesëve të ndryshme të Maqedonisë, të përkatësive etnike të ndryshme, të cilët mundohen me çdo lloj mënyre që ta ndihmojnë këtë situatë, që disi ta zbusin dhimbjen e atyre të cilët e kaluan këtë tragjedi. Po çfarë është kjo që ndodhi sipas jush? A është një dështim i atyre institucionet të kontrollit apo të licencimit të aktivitetet ngjashme, qofse mund të arrihet një përfundim që tani, megjithëse hetimet vazhdojnë? Unë të them të drejtën, këto sa u bën afër 40 orë, kryesisht kam qenë i përqendruar në ngjarjet shëndetësore më shumë, në zhvillimet e sistemit shëndetësor dhe shëndetit të pacientëve, triazhën, shërimin e tyre, disa prej atyre i dërguam edhe jashtë shtetit, kështu që vetëm i dëgjoj lajmet apo i lexoj kur jam në vetur lajme të shkurta, e di se janë duke u bërë hetime, domethënë kur përsëritet një gabim 4 herë, aty sistemi nuk funksionon, diçka është e kalbur në këtë sistem, kështu që hajde t'i presim hetimet deri në fund. E di, kam informata se sot kryetari komunës Koçanit ka dhënë dorëheqje të parevokueshme, është tërheq prej detyrës kryetarit të komunës. E di që disa persona, kryeministri Mbrami ka përmend në preskonferencën që e ka mbajt, që e kanë nënshkruar sikur certifikatën që e ka kjo kabare apo kjo diskotek i ka skaduar Rafati, sikur dikush e ka nënshkruar në mënyrë jo legale atë certifikat, kështu që mos manipulojmë, t'i presim hetimet dhe të na dalin rezultatet definitive për atë se çfarë ka ndodhur atë natë. Vetëm se e di se në një sipërfaqe të vogël kanë qenë vendosur mbi 1500 të rinj, që është numër i jashtëzakonshëm, dhe kur e shef ato objekt prej afër, e shef që është e pamundshme që se di si kanë qëndruar numër i madh i njerëzve në një objekt që nuk i plotëson standardet absolutisht. Doktor, ju falenderoj për këtë dritare informimi që na ofruat me gjithë atë që jeni zënë dhe jeni në vijën e parë të përballimit të një situate si kjo. Faleminderit edhe një herë për mundësinë.